Milingona është një nga krijesat më të vogla, por edhe më të organizuara në tokë. Trupi i saj përbëhet nga koka, kraharori dhe barku. Me 6 këmbë të forta, antena shumë të ndjeshme dhe një skelet të jashtëm që e mbron nga rreziqet. Ajo jeton në koloni të mëdha, ku secila ka një rol të saktë, punëtore, ushtare, mbretëresh. Milingonat komunikojnë mes tyre përmes sinjaleve kimike, duke ndërtuar tunele, duke ruajtur ushqimin dhe duke mbrojtur njëra tjetrën. Shkenca ka zbuluar se milingona mund të mbaj peshë disa herë më të madhe se trupi i saj, një forcë që ka mahnitur studiuesit. Në Kur'an, milingona përmendet në mënyrë të veçantë. Në surën En-Neml, ajo flet dhe paralajmëron të tjerat, një dëshmi e qartë se edhe krijesat më të vogla kanë vetëdije dhe rend të përcaktuar nga Allahu. Milingona na mëson se madhështia nuk matet me përmasa, por me urtësinë e krijuesit që vepron edhe në detajet më të vogla të jetës.